Ja çfarë i ndodh trupit tuaj nëse nuk hani mish për një vit. Mesatarisht një person mund të humbas deri në 5 kg nëse heq dorë nga mishi. Kohë më parë të gjesh mish ishte shumë e vështirë, pavarësisht se ai qëndronte dhe mjaft cilësor, por sot mishi i kuq është një burim i antibiotikëve dhe hormoneve të përdorura në trajtimin e kafshëve gjatë rritjeve të tyre. Sot mishi mund të gjendet me shumicë, por edhe pikërisht konsumi i tepërt i tij e ka kthyer atë në një nga produktet më të dëmshme për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Konsumi i përditshëm i mishit të kuq sot ndikon negativisht në shëndetin e konsumatorit. Ai është i lidhur drejt për së drejti me shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Mjekët dhe dietologët shprehen se përdorimi i tepërt i mishit ka rritur rezistencën ndaj antibiotikëve, duke e bërë më të dobët ndaj patogjenëve. Prandaj, dy këshilla që duhet të keni parasysh kur përdorni mish të kuq janë: mos konsumoni më shumë se 250 gram mish në javë. Zgjedhni mishin e patrajtuar me hormone dhe antibiotik. Sa më i freskët të jetë edhe sa më i mbajtur mirë, aq më shumë përfitime keni.